Kanë detyrimin për gjën shpërblimin e legje. Sot, nëse penoni punën e punojësve të IKM-s, për cilët dhe policia e shtetit është në mbështetje të tyre, ju do të shënoni ligjërisht. Kështu që ju lutem, mos u bëni pengesë në mbarvajtjen e punës së tyre. Ne jemi në mbështetje të institucioneve të IKM-s, por çdo veprim të cilët ju do kundërshtoni, do mbani përgjegjësi ligjore. M'fal, do ta bëni. Ju lutem edhe një herë. M'fal, një pyetje. A lejo? Se po thonë se ne ju jeni në mbështetje këtyre. Ka me një përfaqësues nga shteti që është në mbështetje të qytetarëve? Ne qytetarëve na mbështet njëri se ju mbështesni prapë. Ne në pishna mbështet ne. Po. Dakor? Po. Por sot jemi në mbështetje të institucioneve Kur e kemi radhën ne? Kur është ajo ju dita? jeni bërë me dije për lirimin e objektit. Në çfarë date? Objekti është liruar bre, sipas ligjit tuaj. Me datë 17. Juve ju ka ardhur shkresa zyrtarie. Me datë 17 është zyrtarja. I kemi marrë masat, jemi gati. Na po kundërshtojmë për legën, nuk po kundërshtojmë se liruar objekti. Pengesa në punën Ku e çut letrën? E ishin ndjeni ju që janë marrë legët? Pyetje tjetër, lutem. Ku e çut letrën ju? Në çfarë ku duhet, nuk do vrasësh ti mua. Urdhro? Nuk do vrasësh mua, se më do Mua me të gjuhë sepse unë Jo, po, në mbështetje të bravo, shumë mirë. Për zotin na folën më keq tash herë. Po nejse, shumë mirë po flet. Tash do djesh pak se më qytet. Ku jeni keni punojësit? Hapim rrugën Kush janë makinat që... Këto janë makinat e... Dakor, do kalojnë në një. Kush është pronari mjetit? Do kalojnë do lejon tani. Okej, faleminderit. Do të bëjmë gjëra të zeta. Se kështu e dimë që e ke kollaj, që na fut do japun i dalin gjithë atje, nuk është problem. Mos flisni kështu. Mos flisni kështu ju lutem. M'fal, ti po flisje kështu po më mënyrë pak më. Kam edhe një pyetje tjetër. Të lutem edhe një herë. A mund të ta bëj një pyetje? Vazhdoni. Ah, jo, pyetje jo, vetëm direkt. A pita, çfarë? Alo. Jo, çfarë makinë? Këtu një makinë.